Një plak dhe djali I tij, duke mbartur gur në ndjellin përvëllues të Mekës, nuk po ndërtonin një pallat mbretëror, as një fortesë lufte, po ngrinin muret e shtëpisë më të rëndësishme në histori, Qabën e bekuar, vendi ku sot drejtohen miliarda zemra në çdo sekond. Ndërsa ngrinin guret e rënd, Ibrahimi dhe Ismaili alayhimussalam nuk mbureshin me veprën e tyre. Ata bënin një dua që na mëson për ulësinë. Ata luteshin duke thënë: O Zoti ynë, pranoje prej nesh. Kur muret u lartësuan, Allahu e urdhëroi Ibrahimin a.s. duke I thënë: thirrni njerëzit në haxh. Ibrahimi a.s. pyeti: O Zot, si do të dëgjohet zëri im në këtë shkretëtir të shkret? Allahu ju përgjigj: ti vetëm thirr, e ne I bëjmë që zëri yt të arrijë. Në vërtet, ajo thirrje përshkoi shekujt, malet dhe oqeanet, duke mbërritur në veshën e çdo besimtari që thot: Labbaik Allahumma labbaik.